Vajza shqiptare tregon, ja si ma ndryshoi jetën sheiku i pasur në Dubai. Në një fshat të vogël të Shqipërisë jetonte një vajzë e quajtur Mira. Ajo kishte ëndra të mëdha, por përkushtimi i saj ndaj familjes dhe traditave e mbante të lidhur me vendlindjen. Një ditë teksa po shëtiste në fshat përreth, ajo mori një telefonat që do t'i ndryshonte përgjithmonë jetën e saj. Ishte një mikeshe e saj që jetonte në Dubai. Ajo i tregoi për një mundësi pune në një event luksoz ku kërkohej një ndihmës për organizim. Mira, me gjepsur nga ideja një bote krejt tjetër, vendosi të pranoj ofertën. Pas disa javësh u nis drejt qytetit të dritave. Kur mbërriti në Dubai, Mira u përball me një kulturë dhe stil jetese krejt të ndryshëm. Ndihmoi në organizimin e një eventi për një sheik të njohur i cili kishte pasuri të mëdha dhe ndikim të jashtëzakonshëm. Sheiku, një njeri me zemër të madhe dhe vizion të qartë, e vrejti punën e saj dhe e ftoi atë për të biseduar. Gjatë bisedës, Mira ndjeu një lidhje të veçantë. Sheiku e inkurajoi vajzën të ndjekë ëndrat e saj, duke mbështetur për të filluar një projekt social për të rinjt në Shqipëri. Ai e shikonte si një lider të ardhshëm dhe besonte se ajo kishte fuqi të ndryshonte jetën e të tjerëve. Me ndihmën e tij, Mira arriti themelonte një fondacion që ofronte burime dhe mundësi për të rinj shqiptar. Ajo filloi të udhëtonte shpesh midis Shqipërisë dhe Dubait, duke ndarë përvojat dhe duke frymëzuar të tjerët. Një vit më vonë, Mira ishte bërë një emër i njohur. Ajo kishte ndihmuar qindra të rinj të gjenin pasionet e tyre dhe t'i ndiqnin ato, duke krijuar një rrjet mbështetjeje. Sheiku gjithmonë pranë saj vazhdonte ta inkurajonte dhe ta ndihmonte në çdo hap. Kjo histori e Mirës tregon se si një takim rastësor dhe një besim i fortë mund të ndryshojë jetën e dikujt. Ajo arriti të realizonte ëndrat e saj dhe të bënte një ndryshim të vërtetë në jetën e shumë të tjerëve, duke falenderuar gjithmonë sheikun që e ndihmoi t'i arrinte këto suksese.